Përshëndetje të nderuar shikues, ju adhurues të basketbollit, jemi me duelin e fundit të xhirës së dytë të Procredit Superligës. Derbi kryeqytetas ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Borës do ta mbyll këtë xhiro, e që presim të shohim një tjetër ndeshje të bukur me rivalitet. Kanë ditur të dhurojnë ndeshje me rivalitet të madh këto dy skuadra, edhe në sezonin e kaluar kur edhe debutoi skuadra e Borës në Superligë, ndërsa edhe sonte pritet të shohim një ndeshje mjaft interesante. Në njërin anë, trajneri Kakiusis i Sigal Prishtinës luan me këtë përbërje, është Bejli Azemi Burns, Kakrukja Qosa, Lekndreja Zeneli, Bishia Njeva Kramer, i Strefi e Dom Poloshka, ndërsa kur shohim formacionin e shohim që sot nuk është në dispozicion Lamb Autri tek kryeqytetasit, i cili e pati performancën më të mirë në xhirën e parë kundër skuadrës Golden Eagle Yllit me 15.6 kërcime e 8 asistime. Në anën tjetër, Ljubomir Minçev luan me Singleton, Ukaj Mehmedin, Planën, Zeqirin Kurtajn, Jules Jackson, Mekic, Sulejmanin e Zeqirin. Pra xhirës së parë, e cila u zhvillua 2 javë më parë, pasi e dim që vazhdonte problemi me palestrat, skuadra e Borës që kishte pësuar në ndeshjen e parë, sot do të kërkojnë fitoren. Bora pësoi si vendase kundër skuadrës së Rahovecit. Po shohim edhe pesën startuese të kryeqytetasit, Bejli Azemi Burns, Lekndreja dhe Kelby Kramer startojnë tek ekipi i Sigal Prishtinës, teksa në anën tjetër Singleton, Mehmedi, Jackson, Mekic e Jetmir Zeqiri janë pesën startuese tek ekipi i Borës. Pra e thash, Bora pësoi nga Rahoveci në xhirën e parë, një duel plotësisht i dominuar nga Rahoveci 0-29, ndërsa performanca e djeshme e Rahovecit kundër skuadrës së Bashkimit e tregoi që jo rastësisht e ka dominuar atë ndeshje, deri në çast e fundit ekipi i Borës, i Rahovecit e dha edhe atomin e fundit kundër skuadrës së Bashkimit, gjithsesi Prizrenasit në fund arritën që të sigurojnë fitore. Në anën tjetër, Sigal Prishtina në xhiron e parë pati fitoren ndaj Golden Eagle Yllit, fitore e cila u rrezikua në fund të takimit. Prishtina po e dominonte në pjesën më të madhe ndeshjen, gjithsesi dram u zhvillua në fund ku Bardhe Kaltrit arritën fitoren me rezultat të ngushtë 76 me 78. E thash, në atë ndeshje ishte Lamb Autri ai i cili ishte më i dalluari në 15 pikë, 8 asistime e 6 kërcime, ndërsa performancë mjaft të mirë pati edhe Bejli, i cili shtoi 19 pikë tjera. Shohim edhe treshën e gjyqtarëve, gjyqtari kryesor Eldin Uglari me Ngadnim Shabanin dhe Arjan Kerën. Pa më mbrëm 3 ndeshje mjaft interesante në Ferrand, kryesisht ishin 2 super derbi, pasi që Trepqa në poshti thellë vllaznimin, por dy duelet ndërmjet, fillimisht pra ishte dueli ndërmjet Gopius Pejës e Golden Eagle Yllit, që përfundoi 76-71, edhe ky duel u vendos vetëm në sekundat e fundit. Rivalitet pati përgjatë gjithë takimit, ashtu siç ishte edhe në duelin ndërmjet Bashkimit dhe Rahovecit 0-29, që përfundoi 82-74, kurse Trepqa e mposhti vllaznimin 105-85. Pra tashmë pesë startuese janë në fushë, gjithçka gati për të startuar edhe dueli i fundit i xhirës së dytë. Shohim a do të arrijë Bora tek fitoria e parë për këtë edicion, apo Sigal Prishtina do të vazhdon me rrjedhë të mirë të fitoreve. Tashmë gjithçka e gatshme ku Jackson e Kramer do t'jenë ata të cilët do të kërcejnë për topin e parë.
Topi parë, Duarte Singleton, që njës aksionin për ekipin e Borës. Zëqiri, Mekic, Mehmedi, tek Jackson, Singleton. Në ka hapësirë për dëbërtuar Mekic. Gjithsesi Mekic e gjen, por ka faul. Nuk do të pranohen pikët pavarësisht që e kërkuan këtë lojtarët e Borës. Do t'jenë 2 gjuajtje të lira për Adem Mekic. Ishte Burns ai që shkaktoi personale. Nuk e qëllan të parën Adem Mekic. E shkurtër gjuajtja e tij, harkun e parë. As të dytë nuk e realizojnë, gjithsesi topi kthehet në duart e Jetmir Zëqirit. Nuk qëllon Zëqiri e as nuk tregohen të vëmendshëm. Lekndreja e Kramer, topi përfundon jashtë. Mekic tek Singleton, dojt në gjysmë distancë. Nuk ka pika e kësaj rade. Burns. Kohet Ariana Azemi. Azemi të Kramer. Burns, Azemi të gjuan për 3. Ariana Azemi për të i realizuar pikët e para tek Prishtinasit. Zëqiri, Jackson, Singleton, Zëqiri, Mehmedi, e hum topin Rezart Mehmedi, të mirën ndaj tij, e kësa vjen Burns nga koshi në kësh, nuk realizon, por Kramer vjen nga brapa për ta përmirësuar dhe për të vazhduar serinë e Sigal Prishtinës në 5-0. Singleton tek Mekic. Edhe një tjetër top i vjedhur, edhe një tjetër mbrojtje mirë. Bale me super ngulitje. Shkon deri në fund, 7-0 serie Sigal Prishtinës që e nis burreshëm ndeshjen. Singleton tek Rezart Mehmedi, por dalet me personale nga Lekndreja. Thank you. Go. Deny keep. Bravo. Mehmedi Stay tek down. Come on, man. Come on. Zëqiri, por Bailey shkakton personale. Come on. Hey. Edhe një Rezart Mehmedi ta rikthen topin në lojë. Singleton, Mekic. Adem Mekic dhe Rezart Mehmedi gjuan për 3. Rezart Mehmedi realizon për 3 pikë për tu përgjigjur pas serisë për 7-0 të Sigal Prishtinës. Lekndreja paksa nuk e humba top. Burns dhe gjuan për 3, edhe ai realizon, edhe ai vjen përgjigja për trishën e Rezart Mehmedit për 10-3. Singleton. Jackson. Gjojtje shkurtër e tij, teksa pasimi nga buar vjen nga Lekndreja top i humbur. Nuk kuptohet me Burns Lekndrejaj, teksa ishin në mëdyshje gjyqtarët nëse do t'i takojnë të topi Sigal Prishtinës apo Borës, por e qartë ishte që askush nuk e priku atë. Mekic
direkt në duart e Lek Ndrejajt. Azimi deri në fund. Arian Azimi e përfundon kundër sulmin. Pika e 5 të Arian Azimit, seri prej 12-3 tashmë. Gjithçka në kontrollin e Sigal Prishtinës që po aplikojnë mbrojtje mjaft të fortë, i detyruan lojtarët e Borës me mbrojtje të fortë të bëjnë gabime, të humbin topa dhe pikërisht kryesisht në fakt pikët erdhen nga kundërsulmet, por edhe nga treshet për të u krijuar tashmë përsia 12-3 kur kanë kaluar 3 minutat e para. Rikthehemi pas timeoutit. Go, and you're shooting the ball to the other side. Come on. Go. Shumë impresionin e Sigal Prishtinës tashmë edhe në gjithë fushën, gjithsesi evitojnë ndjektë. Lojtarët e Borës, Mekić. Mekić, Zëqiri, gjende bërtimin, vjen Kramer për të u rikthyer me blokad, teksa ka faull. Do t'jenë 2 gjuajtje të lira për Arian Azimin. E shohim edhe një herë. U rrëzua Singleton. E kësa shohim edhe një herë blokadën e Kramer. Fenomenal nga plani 2 të erdhi. E qëllon gjuajtje në lirë Arian Azimi. 100% është i sakt. Qëka do që ka gjuajtur deri më tani, ka shënuar 1-2 pikësh, 1-3 pikësh. E kjo është tira e parë që ka bën, nga dhja gjuajtjes e lirë. Gjithsesi, tashmë krijohet e përsia 2 shifrore, prej 10 pikëve, 13-3. Burns gjende bërtimin deri në fund. Burns realizon për të filluar dhe më tepër avantazhin. Singleton. Mekić. Adem Mekić, bukur tek Jackson, mbrojtje e mirë e Burns. Nuk i lejon pikë të lehta aty. Ja heqa top Tyson Jackson. Mekić. Zëqiri. Jackson, dojtë në gjithë më distancë. Nuk arrin të realizon, topi arrin disi deri në duart e Lek Ndrejajt. Burns. Azimi. Arian Azimi, bukur te Kramer. Asistimi fantastik, plotësisht i vetmuar. Shenë në mesin e 2 lojtarëve, Arian Azimi. Super form. Ka ardhur nga vllaznimi me performanca fantastike tashmë. Edhe më të mirat këtu te Sigal Prishtina. Teksa koha personale nga Kramer, do t'jenë 2 të lira për Tyson Jackson. 17-3. Kjo është edhe përsia më e thellë
e Sigal Prishtinës, dhe kësa realizon Jackson. Edhe në të dytën është i sakt. Shtatë mbjet me 5. Shumë presionin e Rezart Mehmedit ndaj Burns. Pasimi nga boj Burns, Singleton i vëmendshëm shkon deri në fund, realizon në kundërsul. Tani përgjigjet Singleton me mbrojtje ashtu siç po bënte Sigal Prishtina deri në këto momente. Burns. Legndreaj. Do të dëgjuan Daniel Legndreaj. Realizon edhe kapiteni i skuadrës në tentimin e tij të parë. Tashmë e gjithë 5 startuese me pikë të realizuara. Jackson gabon hapa, topi humbur. Janjeva do t'jetë në lojë në vend të Bailey, edhe Don Pollushka në vend të Burns. E tashmë po e shohim trajnerin Kak Hughes që po luan me 4 lojtarë vendor dhe vetëm një të huaj. Pollushka, Legndreaj, Janjeva, Azemi janë 4 shja vendore në fush, si dhe Kramer i duhet për gjatësi. Legndreaj do gjuan edhe njerë për 3 pikë. Daniel Legndreaj me treshën e tij të dytë. Pika e 6 dharazohet me Arjan Azemin. 23-7. Sigal Prishtina fenomenale në këtë start. Tashmë edhe një top i vjetur. Legndreaj, gana e kundërt nuk qëllon, por ndajët me personal do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. 3 minuta e 27 sekunda deri në përfundim të çerekut të parë. Dominim absolut i Sigal Prishtinës. 5 topa të humbur nga skuadra e Borës. Zëvendësohet Jetmir Zeqiri në lojë Rënukaj. Gjash pikë të Legndreaj, gjithashtu ka marrë dhe 3 kërcime, i ka bërë edhe 2 asistime dhe ka vjedhur edhe një top. Nuk qëllon në tentimin e parë. Në të dytën është i sakt. Do të kemi zëvendësim. Burns e Kakruki në lojë në vend të Legndreaj dhe Kramer. Singleton. Mehmedi. Deri në fund Rezart Mehmedi nuk arriti të realizon. Presion top gjithsesi me keq arrin të mban. Gjuan për 3 pikë. Rezart Mehmedi me treshën e tij të dytë sonte. Pak hapësirë, po i duhet që të realizon 2 treshe, por nuk i pati hapësirat më tepër. 24 me 10, shme rezultati. Bukura i topi Pollushkës për Kakrukin. Deri në fund, Valmir Kakruki realizon. Singleton, tek Mekic. Pa gabim në hapa. Jules. Shkakton gabim në hapa. Hey, I'm first, I'm second. I'm first for it. Yes, where you Hey, yeah, Pollushka. Në të i tëmë Pollushka. Arjan Azemi që do të gjuan për 3 edhe një herë i sakt. Arjan Azemi nuk kanë huqur Prishtinasit asë një herë në tentime për 3-5-5. Ndërsa kjo ishte e dyta e Arjan Azemit. Edhe Amin Hati është në lojë Jules. Faul ka nga Janjeva. Hey, if you see it, if we are not, hey, Mugia, stay back. Let him receive and come to you.
29-10 e përsia prej 19 pikëve tashmë më e thella sonte. Kur janë edhe 2 minuta 35 sekonda deri në përfundim të çerekut të parë. Nuk qëllon në të parën Jules. No, usaj. Arian. Drejt, usaj. Në të dytën është i sakt. 21-10. Poloshka të Azemi. Burns. Poloshka. Edhe njerë kërkohet Arian Azemi e rëshet ai top nga duart. Kemi zërën sem Azemi do t'ullët. Bardi strefi në loj në vend të ti. Dani! Amin Hoc. Hajde në feshtua! Tash në mbrojtje e mirë ka krukit e Poloshkës. Mirë ka kruki. Ka faul jo sportiv ndaj ka krukit. Do t'jenë 2 gjuajtje të lira. Edhe topi do të takohen si gajt Prishtinës, Amin Hoc do të ullët. Shkaktoj faul jo sportiv. Nuk e qëllon të timin e parë ka kruki. Era e parë që ndohë të vjen në gjuajtje se lirë 2 pikë të ti. Ndaljet për banqase ndeshja për shkak të kërkesës gjyqtarit, gjithsesi gjithçka në rregull. Nuk e qëllon as të dytën ka kruki. Nuk njihet si gjuajtësi mirë gjuajtjeve të lira, gjithsesi ka një sezon të tërë për të përmirësuar këtë gjë. 2 minuta e 7 sekonda deri në përfundim të çerekut të parë. Ishte dominuar plotësisht nga Sigal Prishtina. Burns. Strefi. Don Poloshka. Deri në fund Don Poloshka. E lëshoi atë në mesin e 3 lojtarëve. Fenomenal Poloshka. Nuk përfundojnë kësh ajta, por e kam prekur koshin lojtarët e Borës dhe pikët pranohen 31-21 në përsi për 20 pikëve. Nuk ka i deri në fund, pa faul në anën tjetër. Do tjetë në vjen e gjuajtje së lirë Ukaj. Hey, transition. Luka, transition. Nuk e qëllon tentimin e tij të parë. Tell them. E dytën është i sakt. Poloshka. Ka kruki. Tek Burns. Njerë Burns. Poloshka. Bukur tek i strefi, i cili Gjuan realizon mjaft mire pa Poloshka. Bardhi strefin nën kosh, i cili qëllon 33-12. Super lojë ekipore skuadrës së Sigal Prishtinës. Tashmë top i humbur nga Mekić. Burns. Fen topin tek Don Poloshka që Gjuan për 3 nuk është i sakt.
Janjeva e merr në njerë kërcimin në sul. Do të ndalë Poloshka. I strefi edhe njerë gjuan për 3 pik. Edhe njëherë pa të vetmuar Don Poloshka. Bardhi strefin 5 pik të ti. Në anën tjetër nuk ka pik. Jules Kakruki nuk qëllan. Gjithka e pastër Ukaj. Jules lirohet letë shkan dyrë në fund. Në sekundat e fundit të çerek të parë. Poloshka pa faul nga Singleton. Nuk kemi zënë se kurta në lojë në vend të Singleton. Poloshka tek Burns. Deri në fund blokade pastër ndaj tij. Në sekundat e fundit të çerekut të parë përfundojnë 10 minuta 36 me 14. Dominim absolut i Sigal Prishtinës plus 24 shkoi e vërsia në këtë çerek të parë. Çka të themi, rezultati po flet vetë, ndërsa më mira e kësaj është të gjithë lojtarët që janë inkuadruar përpos Muhamet Ali Janjevës, të gjithë tashmë janë realizatorë të skuadrës së Sigal Prishtinës, se ajo më e bukur është që po i shohim lojtarët vendor. Goxha që marrin përgjegjësinë. Shkojmë me pak marketing për të u rikthyer me çerekun e dytë. Aiden qa, kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin ti këtu, ngam ti bu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku, ngam ti bu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Pas 10 minutave të para, Ariana Zemi më ndaluari me 9 pikë të skuadra e Sigal Prishtinës. Në anën tjetër, Rezart Mehmeti më i miri me 6 pikë, 2 treshe të qelluara, por realisht mund të themi që mbrojtja e Sigal Prishtinës nuk ja ka lejuar Burrës që ti krijon ato hapësirat që po i kërkonte. Ishte një mbrojtje mjaft e fortë, teksa e thash edhe më parë, më e bukur është që po i shohim lojtarët vendor në numër më të madh në fush dhe po ashtu edhe të marrin përgjegjësinë. Pam 5 pikë të Bardhi Strefit, i cili viteve të mëhershme, pavarësisht që ka qenë pjesë e skuadrës, nuk ka pasur hapësirën tek Sigal Prishtina. E tashmë po e shohim trajnerin Kakjuzis që po i përdor të gjithë lojtarët që i ka në dispozicion. E pam tentimin e Janjevës, i cili nuk arriti të qëllonte, teksa një tjetër top i humbur vjen nga Adem Mekic. Plot 9 topa të humbur nga skuadra e Borës. Gjërat nuk po ecin mirë për skuadrën e trajnerit Ljubomir Minqev. Burns tek Janjeva, Kruki, Strefi, Poloshka. Janjeva dëgjuan për 3, Muhamet Ali Janjeva nuk qëllon. Gjus me lartë në kërcim. Mekic, Mehmeti tek Ukaj. Ka faul nga Poloshka, ishte mismatch. Hey, baseline, 2, baseline. 2, 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 2
Nërsa nuk pati zgjidhje Poloshka. Kurtaj tek Mekic. Adem Mekic tek Jules. E ka shkelur vijën. Mbrojtje mirë edhe nga i strefi. Hey, Tekelini. No, yeah, okay, let's go, chef. Next play, come on. Burns. Tek Janjeva. Ka Kruki. Strefi, Burns. Poloshka. Don Poloshka, bukur e këthen tek ka Kruki, i cili nuk arrin të qëllon. Mehmedi Ukaj deri në fund, ka faul. I think I missed you there. Come on, same fouls. Nga Bardhi Strefi. Same fouls. Ostia puta. Dytë lira do t'jenë për Rënukajn. Hera dytë që ndodhë në këtë pozicion të para prakisht ishte 50% i sakt, qëlloj një nga dytën timet. E qëllon të paren. Pika e dytë e Ukajt që ka marrë dhe 2 kërcime tashmë. Edhe një herë i sakt. Poloshka. Strefi këta ndobin edhe njerë të këton Poloshka. Strefi. Bardhi Strefi deri në fund, nuk ka pik, por ka personale ndaj tij, do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Në lojë do t'jetë Diona Haxhosaj që u transferua pikërisht nga skuadra e Borës, ishte kapitani i skuadrës së Borës dhe tashmë është pjesë e Sigal Prishtinës, debuton tek Bardhi Kaltërit. E realizon nga vija e gjuajtjes së lirë, Bardhi Strefi. Pika e 6 e tij. Dyta nuk është i sakt, topin e Duarte Rënukajt. Ishte më i larti në kërcim. Mekic. Adem Mekic. Mehmedi. Gjende bërtimin deri në fund Rezart Mehmedi. Ka faul. Rezart Mehmedi do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Nuk qëllon në tendimin e parë. Mehmedi që vazhdon të jetë koshashnuesi më i mirë tek Bora me 6 pikë të realizuara, në të dytën është i sakt, pika e 7 i tij për 37 me 17. Burns i ndjekur nga Mehmedi. Poloshka. Burns gjuan për 3, shkurtër gjuajtja. Ka faul. Kurtaj me gjallës ka shkaktuar personale në kosh gjatë duelit me Haxhosajn. Janjeva tek Haxhosaj, në duart e Don Poloshkës. Burns i Strefi ka një treshe pikërisht nga kjo pozitë, realizon edhe një herë. Bardhi Strefi fenomenal, pika 9.
Në anën tjetër Kurta i gjuan për 3, nuk ka përgjigje, Janjeva me i larti në kërcim. Loshka tek Janjeva. Burns. Strefi deri në fund nuk qëllon, Hajgjusaj. Ishte me i larti në kërcim. Dhe që topi do të vazhdan të takojnë skuadrës Sigal Prishtinës. Tartë e Borës luajtën të fundit. Kemi time out të kërkuar. 3 minutat e para të çereku të dyta është për kanë kaluar 27-17 për empanë Sigal Prishtina e përsin, po e vazhdan dominimin edhe më tej, dërsa time out ju kërkua nga Ljubomir Minqev. Në shojmë atë të arinë të përmirësojnë diçka lojtarët e Borës, se rikthehemi pas time outit. Faullin e fundit të Borës. Kush ka bu faulli i fundit të Bora? I patëm këtu dyshën e referëve, kërkuan që të rishikohet edhe njerë personalja e fundit e Adem Mekiqit tek skuadra e Borës, ndërsa në ndërkohë erdhi treshja e Diana Gjosajt, edhe ai shtohet në listën e realizatorëve tek Sigal Prishtina. Në anën tjetër përgjigjet ai i cili po mundohet i vetëm të bëj diçka më tepër tek ekipi i Borës. Rezart Mehmeti, treshja e tij e tretë. E vin edhe 2 pikë të reja nga Dion Hajgjosaj, me të vërtet performancë fantastike. Në këto momente, se cili lojtar që po futet në fushë tek kryeqytetasit, po e shohim vakt tek Sigal Prishtina, po shohim me performancë mjaft të mirë, 2 blokada, e treta faull. Ndalet me personale, e shohim edhe një herë. Hajgjosaj fillimisht, më pas Janjeva, dhe në fund personalja e Istrefi që ullet bashkë me Don Pollushkën në lojë, kthehen Lekëndreaj e Azemi. 45-20 është rezultati.
Pritet që të pasrohet fusha për të vazhduar. Jackson nga vija e gjuajtjes së lirë. Shojmë edhe pikë shënuesit më të mirë, Rezart Mehmeti 10 pikë tashmë tek skuadra e Borës. Jackson e qëllon gjuajtjen e lirë. Është i vetë realisht në ndishë që ka pikë dyshifrore, në anën tjetër të Sikal Prishtina një shpërndarje e pikëve. Jackson edhe njerë është i sak për 25-22. Lekndreaj të kaqë usaj Njanjeva. Një Lekndreaj nuk shkon pasimi. Kemi time-out të kërkuar nga trajneri Kakiuzis, duket që për ta përgatitur në një skim. Ne rikthehemi pas time-outit. Azemi do ta rikthen topin në lojë. Jo 606 sekunda. Ndërsa do t'jenë 6 sekunda në dispozicion për sulmin e skuadrës Sikal Prishtinës. Ashtu si që e paralemrojnë referët. Azemi bukur tek Lekndreaj, i cili nuk arriti të realizon. Ka gjithsesi faul nga Kurtaj ndaj Lekndreajt. Dy të lira do t'jenë për kapitenin e skuadrës që paraprakisht e qëllon një nga dy tentimet. Nuk e qëllon të parën. Në të dytën është një sak, vazhdon t'jetë 50% i sak, pika e tit. Sa ka probleme me kohën në semaforin. Don't break my balls now, Gjithçka në rregull. Dani, more help, eh? Yes, more help. Let's go. Singleton. Tek Ukaj.
Jackson, Mehmeti, gjuan për 3. Rezart Mehmeti, fantastik, e thash edhe më parë. I vetëm po mundohet, 4-4 për 3. Do të kemi challenge të kërkuar nga Ljube Mirminqev. You have to? Your choice. I've been sitting down the whole time. I've been sitting down. I'm trying to get my legs. I got you. You want to play? Yeah. See, my brain don't be thinking, you know what I'm saying? I gotta say it, so then my brain don't bud, otherwise before the next. No, I was just saying, I'm saying my whole thing, but I'm saying, I done had 2 torn health again, so now my brain back. What's your I can trigger back, yeah. One, yeah. Atër u rishikua rasti edhe një head challenge I suksesshëm I kërkuar nga skuadra e Borës. Ishte Rezart Mehmeti ai që insistoi që trajneri të e kërkon këtë challenge, që doli të jetë sakt topi I takon skuadrës së Borës. Singleton, Jackson, Mehmeti bukur tek kurtaj, bllokohet nga Gjosaj. Gjosaj, asimi fort për Burns. Topi përfundon jashtë. Të takon ekipi të Borës. Ukaj. Jackson nuk arrin të realizon Ron Ukaj, tentoi të përmirëson, ka luajtur me këmbë. Nuk arriti që herën e 2 kur e mori kërcimin në sulm të e kontrollon mira top, të cili në fakt e goditi me këmbë. 26-25 edhe më tepër si e thellë si Gal Prishtinës. E krijoi këtë bërësi dhe po e ruan. Bailey në lojë është. Topi humbur I tij. I rëshqet ai top nga duart. Katër minuta janë deri në përfundim të pjesës së parë. Mehmeti, Jackson, Singleton, duajt në gjysmë distancë, nuk arrit të realizon. Gjosaj lufton për atë, edhe një kërcim I tij. Mjaft I motivuar për lojë edhe Diona Gjosaj. Burns, Azimi, bukur tek, Gjosaj gjithsesi. Pam faulin e Singleton që shkoi direkt në trup të Burns. Nuk kemi zëvendësim tek Bora, Adem Mekic kthehet në lojë. Të Singleton.
Bailey. Legndreaj. Agjosaj. Zemi. Unë gatrua me top. Po gjithë shka në regull me të. Top i humbur. E Ariana Zemit. Në cili bashkë me Bardhi Strifin ashtu dojnë të mbetën më të dalluarit me nga 9 pikë. Mehmeti. Në qenë dhe vërtimin nuk arin të realizon, por është Jackson aty që për njërsan. Burns. Bailey, tek Burns. Bailey do gjuan për 3. Nuk është i sakt. Mekic. Mehmeti. Top i vjedhur. Mbrojtje e mirë. E kërë qytetasve bëm presion aty Adem Mekicit. Legndreja e mori top. Kemi tentim për 3 nga Burns. Kjo nuk i pëlqeu trajnerit Kakuzis. Nërsa në anën tjetër vjen tjetër top i humbur. Rezart Mehmeti me pasim të fort për Jackson. Eksa Willard Burns pas asaj ati tentimi për 3 pikë. Do më pëllu shakthejet në loj. Zemi. Ariana Zemi deri në fund. Nuk arrit të realizon. Ukaj me larti në kërcim. Mekic. Kurtaj. Jackson. Nuk arriti të e pranon top. Edhe një tjetër top i vjedhur si gal Prishtinës. Gabimet po vazhdojnë tek Bora. Bailey ndalet në gjysmë distancë, nuk arriti të realizon. Ukaj kontrollon gjithçka nën kosh. Me një tjetër kërcim. Mekic. Nuk shkon pasimi, Adem Mekic, Ariana Zemi. Që një luftën e Legndreajt. Edhe të Azimit. Luft për çdo top. Pavarësisht e përësisë të thellë, pavarësisht rezultatit. Po e shohim shpirtin luftarak tek kryeqytetasit duke nisur nga kapiteni Daniel Legndreaj. Por edhe të tjerët e shohim edhe njerë. Ishte Azemi fillimisht. Unë pas Legndreaj edhe më te edhe Azemi, por ishte top i disputueshëm që i takon skuadrës së Borës. Arrin të gjuan në sekundat e fundit të aksionit. Rënukaj për 46 me 29, tashmë një qerek më i mirë i skuadrës së Borës. 15 pikë të realizuara në 10 e ka ndalur si gal Prishtinën. Azemi. Kënë topin tek Poloshka. Ka faul ndaj Dom Poloshkës. Kurtaj ka shkaktuar personale. Në këtë moment ishin sekundat e fundit të aksionit, personalja e tretë është e Kurtajt. 2 lira do t'jenë për Dom Poloshkën, i cili edhe pse i ka vetëm 2 pikë, tashmë i ka 5 asistime, e realizon pikën e tij të tretë. Gjithashtu e ka edhe një top të vjedhur, pa e humbur asnjë playmakeri. Kryeqytetas që kthehet tashmë në ekipin që ka nisur gjithçka pas sezonit të suksesshëm tek vllaznimi. Mbrojtje e mirë, Ariana Zemit e vjedha top, e kthen tek Bailey. Që me ngulitje e përfundon aksionin. Mekic në anën tjetër deri në fund, shpejt. Time-out i kërkuar nga trajneri Kakuzis. Për janë më pak se 30 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë.
50-31 vazhdon e përsia thellë e skuadrës. Sigal Prishtinës, shojmë edhe një reakcion e bukur. Topi vjedhur asistim nga Ariana Zemi e ngulitje nga Bellis. Rikthemi pas time-outit. Njësë 9.4 deri në përfundim të pjesës së parë. Polushka. Bailey. Dëm Polushka. Gabon e hapa Polushka. Të bi humbur i kryt shtetas dhe ka ankesa, ka Kjuzis. Thot që nuk gaboj në hapa Polushka, gjithsesi. Tashma dhe Mekic shkon vet deri në fund. Mekic realizon. Azemi, Ariana Azemi, Bailey, Polushka do të gjua në sekundën e fundit të aksionit. Dëm Polushka e mbyll pjesën e parë me treshe. 53-33 kthehet e përsia prej 20 pikëve. E Sigal Prishtinës dominoi definitivisht gjithçka në pjesën e parë, patje përsi dinë plus 26, dhe sa të që u mundua të bën diçka më tepër Bora në çerekun e dytë, gjithsesi nuk arritim më tepër se sa të shkrihen në 20 avantazhin për të shkuar në pushim pra me rezultat 53-33. Nga 9 pikë Azemi e i strefi të kryeqytetasit vazhdojnë të jenë më të dalluarit, teksa me 8 pikë, 4 kërcime, 2 asistime, 2 topa të vjedhur për luan kapiteni Daniel Lengtriaj. Në anën tjetër tek Bora, më i dalluari është Rezart Mehmeti me 13 pikë. Shkojmë pak marketing për të rikthyer me pjesën e dytë.